Tash nisëtarës një grup deputetësh të Partisë Lirisë, zotrin të Edmona Gjinasto të Ediblushit dhe zonja Teresa Gjigjo dhe Brunilda Haxhiu. I jap me njëherë fjalën nisëtarit edhe ndjes dhe njëherë për orarin. Ju falenderoj, zoti kryetar. Atëherë shkurtimisht do të prezantoj projektligjin për domosdoshmërinë e kryerjes së analizave laboratorike për agjendën ushqimore. Një projektligj i propozuar nga grupi parlamentar i Partisë së Lirisë, një projektligj që lidhet drejt për drejt me sigurinë ushqimore, një prioritet madhor jo vetëm i Partisë së Lirisë, por i të gjithë qytetarëve shqiptar. Qëllimi i këtij projektligji lidhet drejt për drejt me sigurinë ushqimore, sepse ne besojmë që siguria ushqimore nuk është luks, por është një drejtë themelore çdo qytetari dhe një detyrim kushtetues i shtetit shqiptar. Ky projektligj vjen në kushte kur siguria ushqimore në Republikën përbën një kërcënim të drejtë për drejtë, jo vetëm për shëndetin publik, por edhe për sigurinë kombëtare. Ne vlerësojmë se pasojat janë të shumëfishta, sepse përveç dëmit shëndetësor, këto produkte të kontaminuara kanë goditur në mënyrë të veçantë dhe mjaft rënd edhe eksportet shqiptare, duke dëmtuar jo vetëm imazhin e vendit, por edhe duke penalizuar fermerët e ndershëm që punojnë për standarde të sigurta, por që produktet e të cilëve nuk arrin dot të gjejnë tregjet ndërkombëtare. Dhe në kushtet kur tregjet ndërkombëtare dhe në veçanti ato europiane po mbyllen çdo ditë për produktet shqiptare, pikërisht për shkak të mungesës së kontrollit dhe të abuzimeve me kimikatet, duke komprometuar rënd të ardhmen ekonomike të bujqësisë, një sektor i cili është aktualisht jo vetëm i nënfinancuar, por edhe që për të tretin vit radhazi për shkak të ndërprerjes së fondeve IPARD ka penalizuar fermerët shqiptar me mungesën e një ndihme prej të paktën 112 milion euro në vit, thjesht dhe vetëm për shkak të abuzimeve dhe mungesës së hetimit të këtij skandali nga drejtësia shqiptare, sepse sikundur është tani më një fakt i njohur, këto financime nuk përfunduan te fermerët, por tek inceneratorët dhe tek klientët e qeverisë. Ndaj, ne prezantojmë sot këtë projektligj që siç e theksoj lidhet thjesht dhe vetëm me sigurinë ushqimore, që në vlerësimin tonë është në kushtet e një alarmi ndërkombëtar dhe veçanërisht në rrethanat kur produktet shqiptare, sidomos ato bio dhe të markës Made in Albania, janë goditur mjaft rënd për shkak të një vendimi klientelist të qeverisë për t'i hapur rrugën në veçanti importuesve abuziv, të cilët e kanë shndruar Shqipërinë në një kazan mbetjesh për ushqime të kontaminuara dhe të skaduara, duke filluar nga mishi me salmonel që vjen nga Brazili, te ushqimet e skaduara në shumicën e supermarketeve tona, e deri te qumshi plur apo mielli i kontaminuar që ka përmbytur tregun dhe që importohet kryesisht nga Serbia dhe nga Rusia. Ndaj, mendojmë që nëpërmjet këtij projektligji ne ndihmojmë në radh parë konsumatorin shqiptar, por edhe fshatin shqiptar, fermerët shqiptar, për shkak sepse bujqësia në vitet e fundit ndodhet në koma pikërisht për ato problematika të cilat unë rendita edhe më sipër. Ndaj do kërkoja vullnetin tuaj për të miratuar këtë projektligj, i cili, siç e theksova dhe në fillim të fjalës time të shkurtër prezantuese, ka vetëm një qëllim, interesin publik, mbrojtjen e shëndetit të çdo qytetari shqiptar, e theksoj pavarësisht bindjeve të tij politike, sepse shëndeti publik është dhe duhet të jetë prioritet kombëtar i të gjithëve ne. Tani fjalën kaloj të zotit Agjinaso dhe për çdo pyetje tjetër, qoftë edhe sa i përket përputhshmërisë në raport me direktivat e Bashkimit Evropian, është zonja Gjigjo njohë se e shkëlqyer edhe procesin e integrimit, edhe zonja Haxhiu
që mund t'ju japin sqarime të mëtejshme. Faleminderit. Nderuar koleg, unë dua të ritheksoj domosdoshmërinë për të rritur ndjeshmërinë që ka ky komision, por gjithë parlamenti dhe gjithë qeveria në fakt, për sa i takon çështjes së sigurisë ushqimore, e cila në gjykimin ton është një emergjencë kombëtare. Lejoni t'ju jap vetëm 2 të dhëna. Studim prestigjioz për sa i takon sëmundjeve gastroesterike, pra të traktit tretës, tregon që janë 56.000 raste të reja në vit në Shqipëri. Dhe sigurisht cilësia e ushqimeve është një nga shkaktarët kryesorë. Po kështu, dua t'i referohem Observatorit Global për Tumoret, në studimin e tij për vitin 2022, ka konkluduar që janë 8.000 raste të reja në Shqipëri të sëmundjeve tumorale dhe sëmundjet e traktit tretës janë 1/3 e tyre. Pra janë 3 shkaktarët kryesorë. Dhe sigurisht vetëm këto shifra do të ishin një alarm shumë i madh për të rritur ndjeshmërinë tonë ndaj një problematike të tillë. Po ti referohem tani marrëdhënies tonë dhe standardet që duhet të arrijmë me Bashkimin Evropian. Po i referohem raportit për vitin 2025 Bashkimit Evropian, që flet për sigurinë e përgjithshme ushqimore, kuadri ligjor thot mbetet i parafruar vetëm pjesërisht. E para. E dyta, legjislacioni mbi kontrollet zyrtare ende nuk është parafruar me rregulloren e kontrolleve zyrtare të Bashkimit Evropian. E treta, në rrjetin zyrtar të laboratorëve duhen vendosur metoda të validituar të qyrtimit për garantuar besueshmërinë e rezultateve për produktet. Edhe kjo është akoma një detyrë e parealizuar. E katërta, lidhur me vendosjen e tregtit të ushqimit dhe në produkteve të tij, veçanërisht atyre shtatëzore, Shqipëria ka një nivel të ulët për afrimi me akit e BE-s. Dhe së fundi, për sa i përket rregullat të sigurisë ushqimore, Shqipëria vazhdon të parafrohet pjesërisht me akit mbi aditivet ushqimor dhe identifikimin e niveleve maksimale të disa dozave në ushqim. Për sa i përket mbetjeve të pesticideve, Shqipëria ende nuk ka përmirësuar zbatimin e veprimeve të ndërmarra në rast mos respektimi dhe nuk ka arritur transparencën. Nuk është bërë përparim në zhvillimin e një programi kombëtar për të përmirësuar cilësinë e qumshtit. Për sa i përket rregullave specifike për ushqimet për kafshë, Shqipëria nuk ka përparim në parafrimin e legjislacionit. Do të thonë, ju referova vetëm këtyre 4 çështjeve që vijnë nga raporti i progresit, është dokumenti që ka Komisioni Evropian në negociata me Shqipërinë, që tregon që në të gjithë aspektet kryesore të marrëdhënies tonë me Bashkimin Evropian dhe detyrimet tona, ne kemi një, do thoja, një deficiencë shumë të madhe. Dhe propozimi jon nuk është se është integral edhe i kap të gjithë aspektet e sigurisë ushqimore, pasi ky është një mozaik shumë i gjerë që fillon nga toka deri tek pjata, por është një hallk e tij. Jo më kot, edhe gjatë diskutimeve të buxhetit ne paraqitëm një propozim për të rritur numrin e laboratorëve për të testuar ushqimet, veçanërisht në pikat e hyrjes, në zonat që kanë ose në qarqet që kanë pikat doganore ku importohen ushqimet. Sigurisht që kjo nuk u pranua nga mazhoranca, pavarësisht se në thelbin e tij kjo është një domosdoshmëri.